Është e vërtet, ka një rrëfim të gjatë dhe detajuar nga Mikel Shallari dhe mendohet që me porositësit e krimit është njohur në Burg në Zvicër. Bëhet fjalë për një vrasje e cila sipas prokurorisë ka ndodhur për shkak të detyrës për një çështje që Artan Cuku ka rihapur, një përplasje mes dy bandave kriminale të përqendruara njëra në qytetin e Firit dhe tjetra në qytetin e Vlorës. Kemi tashmë zyrtarisht dy persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar të dyshuar si porositës të krimit. Janë dërguar fotot e tyre dhe emrat të gjitha pikave kufitare, ka dyshime shumë të forta që ata ndodhen jashtë vendit, pra nuk janë në Shqipëri, madje mendoj që kanë ikur pak ditë përpara se të arrestohej Mikel Shallari. Flasim për dy persona të cilët njëri është nga Fieri dhe tjetri është nga Vlora, të dy me precedent shumë theksuar kriminal. Njëri prej tyre mendohet që ka drejtuar për vite me radhë një grup strukturuar kriminal në trafikun e drograve të forta. Një grup që vepronte nga Vlora dhe më pas kalonte heroin dhe kokainë në drejtim të Spanjës. Ajo çfarë doja theksoja dhe që besoj këtë do ta vërtetoj dhe koha, Mikel Shallari në fakt nuk është rrëfyer vetëm për vrasjen e Artan Cukut. Nga informacioni që u kam nga Prokuroria për Krime të Rënda, ai ka rrëfyer edhe për ngjarje të tjera kriminale. Ku ka qenë i përfshirë? Ku ka qenë i përfshirë, mbasi jo në rolin e ekzekutorit, po në rolin e një personi të përfshirë direkt apo indirekt. Dhe duke patur këtë rrëfim të gjatë dhe detajuar, Prokuroria është duke hetuar paralelisht edhe për ngjarje shumë të rënda kriminale. Por them njëra prej tyre bëhet fjalë për një ngjarje të rëndë të ndodhur në Vlorë dhe është ngjarje e viteve të fundit, ngjarje e vitit 2011, që Mikel Shallari pretendon se ka dieni për autorët, ekzekutorët dhe porositësit e krimit.